Skualifikohen në fazën e parë 6 nga 13 kandidat për kryetarin e byros kombëtare të hetimit. Shkak për mos kualifikimin e tyre ishte për shkak se nuk plotësonin kriteret, pasi kishin mangësi në dokumentacionin e tyre. Aktualisht në garë mbeten 7 kandidat. Kujtojmë se procesi zhvillohet në SPAK nga Komisioni i Përzgjedhjes me 3 prokuror, Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra. Në garë për drejtimin e byros kombëtare të hetimit, rikthehet një prej figurave më të njohura të sigurisë në vend, Gledis Nano. Ish drejtuesi i policisë së shtetit dhe më herët i strukturës antiterritorit, Nano ka spikatur dhe për angazhimin e tij në operacione delikate, brenda dhe jashtë kufive. Ai ishte vetë në terren gjatë operacionit të riadhesimit nga Siria të Floresha Rashës dhe fëmijëve të saj, një mision që u konsiderua i suksesshëm dhe me mbështetje ndërkombëtare. I trajnuar në bazën e FBI-s në Quantico, Nano numëron në CV edhe hetimin e bujshëm të imamëve dhe dëbimin e diplomatëve iranian. Në vitin 2021, mori drejtimin e policisë së shtetit në mbështetjen e SBA-s, por u largua pas përplasjeve të brendshme për reformat. Më vonë, gjykata vendosi se shkarkimi i tij ishte i palishëm. Joni Keta është një ndër figurat që e njeh BKH nga brenda. Zëvendësdrejtues aktual dhe drejtues i komanduar pas largimit të Aida Hajnajt. Ai është një ndër oficerët e parë që u bashkua kësaj strukture. Karrierën e ka nisur në prokurorin për krime të rënda, ndërsa pas shkrirjes së saj, kaloi në SPAK dhe më pas në BKH. Djali i prokurorit Hyssein Keta, Joniu, ka ndjekur gjurmët e të atit, por me profil më operativ. Në vitin 2024, garoi për postin e zëvendësdrejtorit dhe doli fitues mes disa kandidatëve. Sot, me përvojë të konsoliduar në hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, kërkon të marrë drejtimin e plotë të FBI-s shqiptare. Mentor Cuku rikthehet sërish në garë për drejtimin e BKH-s, këtë herë me më shumë përvojë dhe përgatitje. Ai është ndër hetuesit e parë të kësaj strukture dhe vëllai i kryekomisarit Artan Cuku, i vrarë në një atentat mafioz në vitin 2017. Një figurë e heshtur, por me profesionalizëm të njohur. Cuku është vlerësuar për integritetin dhe përkushtimin në hetime. Vitin e kaluar, ishte pjesë e garës për zëvendësdrejtor dhe është ndër emrat që gëzon besim në radhët të oficerëve. Kandidatura e tij mbar dhe një simbolik të fortë familjare, dubël dhe institucionale. Elton Kërluku është një tjetër emër me profil të lartë në fushën e sigurisë. Ish shefi i sektorit të krimit kibernetik në Ministrinë e Brendshme, ai ka kaluar me sukses garën për të bërë pjesë e BKH-s si hetues financiar. I përzgjedhur mes më shumë se 600 aplikantëve, Kërluku është konsideruar një nga ekspertët më të përgatitur në çështjet e teknologjisë dhe financës kriminale. Ai ka qenë i pranishëm edhe në media në vitet e fundit, duke analizuar çështje që lidhen me sigurinë digjitale. Me një profil teknik dhe vizion bashkëkohor për hetimin, ai kërkon të sjellë një qasje moderne në krye të byros.